Sot Partia Socialiste i tha sërish jo Spakut për imunitetin e Belinda Ballukut. Madje Edi Rama ka ndërmend të ndryshojë kodin e procedurës penale për t'i mundësuar Belinda Ballukut kthimin detyrë pavarësisht se është ministrja më e korruptuar e tranzicionit shqiptar. Çdo qytetar shtron pyetjen, pse Edi Rama përmbron në mënyrë kaq fanatike Belinda Ballukut? Besoj që përgjigjet janë dy. E para, Belinda Ballukut di të vërteta komprometuese për Ramën. Qofse ajo shkon në para burgim, atëherë ka shumë gjasa që të tregojë të vërtetën dhe Spakut trokas me njëherë në dyert e Edi Ramës. E dyta ka të bëjë me transformimin e pushtetit Ramës. Edi Rama nuk është më sot kryetari i Partisë Socialiste. Partia Socialiste si institucion ka vdekur prej kohësh. Edi Rama zhgryhet një strukture informale, parapolitike, ku futen bashkë drejtues shtetëror të korruptuar, kriminal, oligark, cilët bashkërisht vjedhin dhe abuzojnë me të mirën e të gjithë qytetarëve. Duke mbrojtur Ballukun, Edi Rama do t'u jap një sinjal vasalve dhe partnerëve të tij, tamam si kreu një organizate mafioze, tamam si një zotëri feudal mesjetar, si ai do të jetë mbrojtja e tyre. Ai nuk do ta lëshojë. Në qoftë se ata nuk hasin dobësitë e Rama, në qoftë se ata dyshojnë se Rama mund t'i lëshojë siç lëshoi Erion Veliajn, do lëshoi Belinda Ballukun e pas dhe ata janë të gatshëm të mblidhen dhe ta hanë Edi Ramën me gjithë lecka. Edi Rama sot është i kryeministër i marrë peng nga interesat e pista në të cilën e ka futur veten. Prandaj detyra jonë si qytetar të ngrihemi në këmbë dhe ta dëbojmë këtë peng politik, këtë njerëz të korruptuar derisa të kemi frymë e të kemi shpresë. Shqipëria po degradon politikisht, Shqipëria po degradon nga pikpamja infrastrukturore, nuk po mbetet rrugë e urë, e tunel pa u krisur e pa hyrë ujë, sepse korrupsioni, përveç se na vjedh, kalb shtetin, kalb shoqërinë.